kaq vite dhe për mua kjo është disata herë, nuk është herë e parë. Po nuk është protestë politike, është protestë qytetare. Të lutem, ju keni të drejtë bëni pyetjen, unë kam drejtë përgjigjen. Nëse nuk respektojmë të marrëveshje, pastaj sikur se ata kanë drejtë protestojnë, ne kemi drejtë të votojmë ligjet, të bëjmë detyrën që na kanë votuar njerëzit. Janë 856.177 shqiptarë që kanë bërë këtë grup parlamentar që u kam nderin ta ndërtoj. Dhe është i kontratë që nuk lëviz dhe nuk e luan, kemi shprehje të bukur, nuk e luan as topi, kontratën e Partisë Socialiste me shqiptarët. Tani, sa i përket asaj që thonë. Unë jam mësuar më këtë. Në këto 13 vite të qeverisjes son, nga Saliu te Luli, nga Luli te Saliu, pastaj këtu kanë hyrë edhe elementet e tjerë. Në vlerësimin tim, ne nuk mund të zbrapsemi se një grup mbetërinash sociale dhe politike mendojnë që parlamenti duhet shpërndahet, që nuk e di tjetër. Tani duhet ta them shumë qartë. Sot edhe shqiptari më skeptik sa i përket pjesës që këtu është një skenar tërësisht jo shqiptar në dëm të Shqipërisë, në këtë moment historik, ndërsa Kuvendi i Shqipërisë duhet votojë ligje që lidhen me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ky skenar për ne nuk është surprizë. E kemi pritur, kemi kohë që e presim, është një skenar që e kemi parë, e kam parë në vende të tjera, është fiks. Kush ka dyshime që brenda atij grupi atje që dhunon dhe plagos 3 punonjës policie, gjaku i punonjësve të policisë është gjaku i shtetit. Kush sulmon policinë e shtetit, ka sulmuar shtetin. Dhe prandaj, lutem shumë. Dhe prandaj, duhet jem shumë i qartë. E para, të mbështes policinë e shtetit. E dyta, t'i bëhet me dije dhe qartësisht. Kushdo që ngren dorë kundër policisë së shtetit, do të përballet me forcën e policisë së shtetit. Gjithë atyre që na shqetësohen sepse policia e shtetit po dhunon protestuesit. Tu kemi qenë 28 ditë. Pse 28 ditë nuk pati asnjë akt dhune dhe pjesëmarrja e qytetarëve të bukur të Tiranës dhe të Shqipërisë ishte më e madhe. Dhe prandaj sot e kam thënë në seancë, ndiqeni fjalën time, po e them dhe sot, para jush këtu në këtë komunikim me mediat. Partia Socialiste e Shqipërisë, qeverisja e saj, pas pak ditësh do të vijë momenti kur do të ulet me protestuesit e vërtet. Ata që u ngritën për shqetësimet për natyrën, ata që ngrihen ose mbështesin në heshtje protestën për pjesën e arrogancës së çdo punonjësi zyrtari që ka zënë një karrige të shtetit dhe nuk e përdor atë në dëm të interesit qytetarëve, në interes të shqiptarëve. Lutem. Protestuesit e vërtet sot ndanë qytetarët që mbushën bulevardin dhe një grup kriminal me persona me precedent rrezikshëm penal. Zoti Balla, atëherë pse nuk ndihni të njëjtin standard kur ka protestues me precedent penal? Pse nuk ndihni të njëjtin standard ta përfundoj me Partinë Socialiste që ka futur në parlament deputetë lidhur me krimin apo me precedent penal? Pse nuk ndihni të njëjtin standard? Siç po thoni me protestues. Mbarova? Po. Përgjigjem. Shumë faleminderit. Dhe po ju them që kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal, kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sa po kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësia e policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhunë aty. Dhunë një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë. Si quhet zoti Balla? Anton Frau, e keni aty. Është në kërkim nga policia, është aty, mes atyre. Po si shpjegon kërkim nga policia? Padyshim, kush e ka fajin? Tash të lutem shumë. Kur dush të bëjmë një interpelancë me ministrin e Brendshëm se ai nuk është i arrestuar ende dhe është aty në protestë duke goditur policinë e shtetit. Ky është atëherë nëse një person i vetë protestuesit edhe me nazistët që dojnë në shtatin. Të sulmosh parlamentin në demokraci
është histori e përsëritur. Ata që u turën tek selit e partive politike. Dhe unë jam i vetmi këtu që kam dënuar edhe sulmin ndaj selis Partisë Demokratike, se këta ish Partia Demokratike ndjes pas, sot kishte frikë vinte në parlament nga frika e vezëve. Po ju keni frikë? S'kam fare. Po pse keni Nuk më dha një përgjigje. Nuk më dha një Si përgjigje. identifikoni ju protestuesit me të cilët do dialogoni dhe për të cilët folët pak më herët dhe folët deri në përtore? Dhe nuk më dha një përgjigje për standardin me Partinë Socialiste. Kam një respekt për këtë djalin me kravat. Ju thatë ata kanë frikë, ne nuk kemi. Pse Po. është gjithë kjo siguri kur s'keni frikë dhe pse refuzoni ose nguroni të dilni lirshëm? E para, tashim je sa vjeç je? Po s'ka rëndësi. Jo, sa vjeç je? 31 vjeç. Tani unë nuk kam frikë, jo nga këta, po nga askush. Vetëm nga Zoti kam frikë. Por gjëja që po them është, më bëri pyetje, i krahasova me kur nazizmi zuri vend, filloi me djegjen e Reichstagut dhe me sulmimin e selive të partive politike. Dhe të lutem, do mbaroj. Dhe gjëja që po thoja është, e kam dënuar dhe dënoj. Sot sulmohet parlamenti, dikur e ka sulmuar Lulzim Basha, dikur e ka sulmuar Sali Berisha parlamentin. Kjo nuk është një skenar i ri, kjo është një skenar i përsëritur. Urdhëruesit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar Ti di media në shërbim. të paktën dhe ata Dritan qytetarë të Goxhaj, ndershëm që dalin. Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Irani. Keni prova? Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë, të dalish dhe thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Po ky është debat tjetër. Një sekondë. Muhamet Veliu. Zoti Balla, në cilësinë e kryetarit të grupit, çfarë informacione keni për incidentin mes deputetëve Kadeli dhe Manja parë se fillonte seanca, kur ata po qëndronin në një kafe ku afër? Duke normale dhuna e ushtruar ndaj protestuesit, çu plagos në lokal? Nuk ka një incident mes Dakor. kolegu Manja, ish ministri i drejtësisë, kolegu tjetër Kadeli, kanë qenë njerëz që çohen herët, që vinë punë herët, në 8 të mëngjesit duke pirë një kafe pranë godinës parlamentit dhe aty janë sulmuar fizikisht nga banda kriminale Gentian Progni. Dhe kjo bandë kriminale është turpi policisë shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Jemi korrekt me këtë. Është një kritike apo kjo ndaj kolegut Lamëllarit? Jo, nuk është. Kolegu Lamëllari është kolegu im, por këto raste duhen proceduar në mënyrë me njëhershme. Nuk duket normale protestuesi që u plagos në ambientet e lokalit e më pas u arrestua, ju duket normale arrestimi me dhunë një protestuesi deri në plagosin e tij. Unë jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit, e cila është sulmuar në mënyrë të padrejtë nga një bandë kriminale dhe ke 3 punonjës policie të gjakosur. Dhe po ju a them edhe një herë, siç ju bëni këtë detyrë kaq të bukur, kaq të respektuar të gazetarit, ju të parët duhet të solidarizoheni me punonjësit e policisë plagosur. Gjaku i punonjësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdhi gjak një punonjës policie, po rrjedh gjak shteti. Dhe prandaj ju lutem shumë. Ju lutem, jo.